Mbas kaq vitesh, çfarë personazhi është Berisha në politikën tonë tash? Berisha është i Zoti, është i Sjut, absolutisht, është i stërvit në këtë lloj. Edhe na ka mund në tjerë pikërisht se kishte këtë eksperiencë partijake. Ku e kishte? Ka partia vjetër, partia punës, që shkolla ja. Se si mund godasësh grupin tjetër, se si mund lidhësh. Ka qenë komunist, sekretar partia, mos gaboj? Rëndësika se komunist në atë kohë ishte 60% e Shqipërisë. Ishe si diplomë dytër. Po. Ishe inxhinier ti? Ishe i diplomë. Për të bërë drejtor, u do të edhe jo. Tesera e partisë. U do të kjo masteri politik, po them. E njëjta gjë, ishe doktor ti, do të bësh drejtor i spitalit. Do të kesh edhe këtë. Pra mendojnë që i ka shërbyer ajo përvojë kur erdhi dhe... Po sigurisht, ne tjerët ishin të ri. Shuka 32-3 vjetë që punu në jetë partije, legji nuk e dëshë. Në dukte mua dhe emri partijina ishte të shtiros kaq shumë, sa që dhe këtë që kemi sot, që ka vu më partije. Se undave me Berishën, kur ishte momenti ndarjes? Jemi da për punë shtete, jo për punë partije. Unë gjykoj që administrimi i krizës 97-ën është bo mënyrë të gabume. Absolutisht gabume. Që 97-a mund ishe evitu. Qofë se ka përceshim, bi aspektin personal, bi pozicionin politik, bi interesat e grupit, mund të kishim bëllë këtë. Punë do kishim shpëtu Shqipërit. Do ishim një stat tjetër zhvillimi sot, edhe shqiptarët e gjithë historinë e kësaj punë. Atëherë jemi për ishte qa. Unë qëta se kemi pas një dashni, kur? Por a ishim punë vetë, unë kam bë punë e shtetit, edhe besoj që kam bë mirë, prandaj s'kishim. Adi se betë, 97-ën këmë mori për sipër, dhe me thonë, gjëra që nuk i takojshën, dolim për te i nesh. Dhe mendoj që do t'i administroj, do t'i bëj, atje dhe gaboj. Dhe realiteti, kur u thy shteti shqiptar në dysh, kryetari shtetit ishe Berisha. Ky është realiteti, dhe ky nuk dënë të kuptoj këtë përgjithësi, që e ka për gjithë, jo për ne, grupin politik PD, se ka para shqiptarë. Atje. As të reflektojnë mbi këtë punë, bënd të shi gjenë justifikime, jo piramidet e u gabu me piramid, që u gabu? I politike e gabu me shtetëror. Nga zgjedhjet e 96, deri ke zgjedhjet administrit, u la me dëshirë për thuj. Pse? Që të marim vota, po aj sa marëm. Po pse që do të certifikojmë zgjedhjet ne me këtë punë? Do u fitojshën. Bashkit edhe pa u bërë kjo. Ky lloj teatri i rrezikshëm. Edhe në qofë se su fitojshën, po punë e madhe. Edhe në qofë se humë të PD-ja, si që humën pas i viti, po punë e madhe do vini, po nuk ka pse vjen me i shtet të rënumër, ku morën armët gjithë palët. Atje, disa ndeka jugu i morën, se duke thy repartet, kënega krau tjetër i morën duke edhe në vetë. Që ju, që do armatosin popullin? Për qëfar? Kemi ushtëri, kemi policiet, ishin këto institutë, prandaj them institucionet, që s'qenë kur. Se po të këshim pasi ushtëri për të qenë, nuk e këshin dërzuash. E qartë. Kështu që jemi nda për punë shteti. Kuptimit, që mu më dhimë se shteti shqiptar. Këtyni u dhimë se për shteti i vetë. Po së është darje vogël kjo. Kjo është koncepti i njeriu të shtetit me njeriu në pushtetit. Kështu që po, por i Zoti është i Zoti. Kjo koha ka të regu që